E paqartë dhe kaotike mbetet situata lidhur me bisedimet e mundshme SBA-Iran dhe fatin e luftës në lindjen e mesme. Irani përgënjështroi fillimisht pretendimet e Washingtonit për bisedime në Pakistan, duke thënë se SBA nuk kishte treguar seriozitet dhe se nuk kishte plane për raundin e dytë të negociatave. Por më vonë, zyrtarët e lartë në Teheran, të cituar nga Reuters, thanë se po konsideronin të merrnin pjesë në bisedime pas përpjekjes së Islamabadit për të dhënë fund bllokadës në portet iraniane, një pengesë e madhe e tryezës së paqes. Teksa armëpushimi 2 javorësh prak skadimit, një zyrtar i lartë iranian thotë se Teherani po shqyrton pozitivisht pjesëmarrjen, por se vendimi final nuk është marrë. Komentet shënojnë një ndryshim të rëndësishëm të tonit, nga deklaratat e menjëhershme ku Republika Islamike zotoi për hakmarrjen ndaj sulmit dhe konfiskimit të një anije iraniane që kishte thyer bllokadën. Për agjencinë e lajmeve Bloomberg, presidenti amerikan Donald Trump tha se zëvendës presidenti Vance do të udhëtonte në Pakistan për të marrë pjesë në bisedime me Iranin, që siç tha do të nisin të martën. Nëse nuk do të ketë ujdi, e pres, sa Trump, teksa theksoi se nuk ka ndërmend të nxitoj, edhe pse armëpushimi s'ka don të mërkurën. Ai ripërsërit se nuk ka ndërmend të heqë bllokadën amerikane në Hormuz, derisa të arrihet një marrëveshje. Duan që të heqim bllokadën, duan dëshpërimisht që ta heqim, por unë nuk do ta bëj derisa një marrëveshje të firmoset. Por në një intervistë për BBC, shefi i shtëpisë së bardhë shpërsoi sërish retorikën, kur tha se nëse armëpushimi s'ka don dhe marrëveshja nuk është arritur, atëherë shumë bomba do të fillojnë të shpërthejnë. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme iraniane deklaroi këtë të hënë se SBA po këmbëgul tek qëndrimet e veta jo realiste dhe të paarsyeshme, siç i cilësoi. Një burim i lartë iranian theksoi për Reuters se kapacitetet mbrojtëse të Iranit, përfshirë programin balistik, nuk ishin të hapura për bisedime.